Muerta. Vajza jonë vazhdon të jetë e vdekur, Nada nos va a conformar. asgjë nuk mund të na ngushëlloj, Pero nosotros siempre confiamos en la justicia de Kosovo. por ne gjithmonë kemi besuar në drejtsinë e Kosovës. Hoy María Clara Urdangaray puede descansar en paz. Sot Maria Clara Urdangaray mundet të pushojë në paqe, A pesar de todas las dificultades, përkundër të gjitha vështirësive. desde un principio fue difícil Ka qenë vështirë që nga fillimi recuperarla. për ta rikthyer, Pero nosotros siempre confiamos en la justicia de Kosovo. por ne gjithmonë kemi besuar në drejtsinë e Kosovës. Ponemos en alto el valor del fiscal, que siempre se comprometió a esclarecer la verdad, E vlerësojmë shumë punën e prokurorit që gjithmonë është përkushtuar për ta treguar të Armen vërtetën Hamiti. Armen Hamiti. Y hoy lo demostró. Dhe sot e ka dëshmuar Con todas las angazhimin e pruebas, tij. siempre defendió la verdad. Me të gjitha provat gjithmonë e ka mbështetur të vërtetën. Clarita tuvo justicia. Gracias, Kosovo. Estamos Gracias. agradecidos a todas las Gracias. autoridades de Clara e Kosovo ka marrë drejtsinë dhe i falenderojmë të gjitha autoriteteve të Kosovës për y a këtë toda la drejtësi. sociedad el apoyo que recibimos de todos Dhe të ustedes gjithë también. shoqërisë për mbështetjen që kemi marrë nga e gjithë shoqëria. A më me na i komentu lartësinë e dënimit? ¿Nos pueden comentar la altura de la condena? Si parece una condena suave o... Nuestra Nosotros hija en sigue nuestro... muerta. Vajza jonë vazhdon të jetë e vdekur, Nada nos va a conformar. asgjë nuk mund të na ngushëlloj, Él sigue con vida. e ai vazhdon të jetojë. Y nuestra hija terminó muerta Ndërsa vajza jonë ka përfunduar e vdekur De la forma más cruel. y në formën më brutale. tuvimos que ver todo lo que padeció nuestra hija antes de morir. Dhe është dashur të shohim gjithçka para se të vdes bia jonë. Nunca la condena va a estar acorde. Kur nuk mund të dënohet aq sa meriton. ¿Vais a apelar a esta decisión? Eso No lo es algo sabemos. que lo vamos a hablar con nuestro abogado, el doctor Betín Yala. Kjo është diçka për cilën duhet Pero të sí es muy konsultohemi probable que me vayamos a apelar la condena. me avokatin ton zotin Betim Shali, po gjithsesi me shumë gjasa do ta apelojmë këtë vendim.